Dy punonjës të policisë gjyqësore janë dërguar për gjykim nga Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për përfshirjen e tyre në një rast korrupsioni që lidhet me një plagosje të rëndë të ndodhur në qytetin e Peshkopis në janar të vitit 2020. Oficerët Shuaib Cami dhe Aldo Puca, të dytë angazhuar pranë gjykatës së shkallës së parë në Dibër, dyshohet se kanë ndërhyrë në favor të autorit të dyshuar të krimit, Adrian Shahi, në këmbim të një shume prej 3.000 eurosh. Ngjarja për cilën bëhet fjalë përfshin plagosje të rëndë të Bukurosh Zagradit, një efektiv policie jashtë shërbimit, i cili u godit disa herë me thik, një pjesë të ndryshme të trupit nga bashkëfshatari i tij Adrian Shahi. Sipas dosjes hetimore, plagosja ndodhi pas një konflikti mes dy personave dhe u trajtua fillimisht nga prokuria e Dibës si vrasje me dashje e mbetur në tentativë. Hetimet e mëvonshme të Spakut zbuluan se për ndikuar në zbardhjen dhe lehtësimin e pozitës së autorit të dyshuar Adrian Shahi i janë ofruar para njërit prej oficerëve të çështjes, konkretisht Shuaib Cami, i cili dyshohet se ka pranuar ofertën prej 3.000 eurosh për të manipuluar ose ndikuar në ecurinë e dosjes, ndërsa kolegu i tij Aldo Puca, edhe pse në dijenin e ngjarjes nuk ka bërë kallëzim pranë autoriteteve, duke konsumuar kështu veprën penale të moskallëzimit të krimit. Tashmë SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar çështjen në gjykatë, ndërsa pritet të zbardhen detajet e reja në mënyrën e ndërhyrjes së çështjes që lidhet mes autorit dhe krimit dhe zyrtarëve të implikuar. Ky rast i shtohet listës së çështjeve ku efektivit të drejtësisë dyshohet për përfshirje në skema korruptive që imitojnë besimin dhe institucionet ligjzbatuese.